Situata paraqitet kritike. Kështu e cilësoi kreu i ARSH situatën e krijuar në vendin e quajtur Arrat e Gurrës në fshatin Dragostunj të Librazhdit, ndërsa paralajmëroi se qarkullimi i mjeteve drejt juglindjes përmes këtij aksi do të mbetet i bllokuar pa afat. Kemi rrëshqitje aktive, masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj të unazës sekondare nuk rezultuan efektive, kështu që aksi do të vijë të mbetet i mbyllur. Ndërhyrja për krijimin e një bypassi mbi urën e dëmtuar nuk dha efektin që pritej, pasi është regjistruar një tjetër fundosje dhe rrëshqitje dherash, duke e bërë të pakalueshëm. Për arsye sigurie janë tërhequr mjetet e firmës zbatuese dhe është ndaluar qarkullimi i mjeteve dhe këmbësorëve. U bë një punë kolosale që fatkeqësisht po na bie poshtë, nuk po na rezulton efektive. Aktualisht po kryhet një rivlerësim urgjent gjeologjik dhe teknik, pasi terreni paraqitet i paqëndrueshëm dhe sfidues për ndërhyrje. Ndërkohë specialistët në terren po shohin mundësinë e lëvizjes vetëm për mjetet e vogla dhe të emergjencave në një rrugë në zonën përreth. Thanë që mund të ekzistojë mundësia e krijimit të një rruge sekondare këtu në Dragostunj. Autoriteti rrugor shqiptar dhe policitë e qarqeve Elbasan e Korç rekomandojnë lëvizje në rrugë alternative deri në një njoftim të dytë. Autoveturat këshillohen të ndjekin itinerarët Maliq, Lozhan, Strelç, Gramsh, Elbasan, Qafthan, Pogradet, Skorç, Leskovik, Përmet, Tepelen. Ndërsa mjetet e tonazhit të rëndë që vijnë nga juglindja duhet të kthehen drejt Maqedonisë së Veriut në doganën e Qafthanës dhe të rifuten në territorin e Shqipërisë në doganën e Bllatës, nga ku mund të vijojë normalisht udhëtimi në rrugën e Arbrit. Ndërkohë këtë të hënë, u ndërhye edhe për zhvendosjen e një shtylle të tensionit të mesëm në linjën 110 kV Librazhd-Hec-Egnatia, e cila rrezikon shembjen. Në zonë, sipas raportimeve, u vendosën forcat e ushtrisë, si edhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë FNSH, me qëllim garantimin e perimetrit të sigurisë dhe parandalimin e çdo rreziku për jetën e qytetarëve.